Përshëndetje. Mirë se erdhët në një epizod të veçantë të Shiz On Air në Top Albania Radio. Tashmana gjeni edhe në kanalin 10 të Digital Beat. Përshëndetje, mirë se keni ardhur dhe ne vim plot energji si gjithmonë në një botë ku lexojmë më shumë tituj se faqe. Shiz On Air ndalet sot në fjalët që zgjasin më shumë se një story 24 orëshe. Këtë javë në Tiranë po zhvillohet një nga ngjarjet më të bukura të vitit, panajiri i librit. Libri nuk është vetëm një faqe, është shpëtim, revolt, dashuri, ike dhe ndonjëherë ballafaqim. Në studio vajza, sot kemi një njerëz i cili nuk lexohet si kapitulli i zakonshëm, pasi çdo gjë që ai thot është një deklaratë e fortë. Ai është një ndër personazhet më të çuditshëm, do thoja unë, por në të njëjtën kohë edhe më unik të skenës shqiptare. Padyshim stili i tij, por edhe stili i tij veçantë, por edhe mënyra se si ai komunikon shpesh herë e kanë vendosur në qendër të thashë themeve. Ju lutem një duar trokitje për Robert Aliaj Dragot që është me ne. Faleminderit. Është një kënaqësi në fakt ta kemi pjesë tonë dhe unë mora një nga detajet kryesore të lukut të tij sot, sepse gjithmonë ka diçka pikante brenda, po mund të them që sot ke shumë gjëra pikante me vete. Mesia duhet të shpoj edhe unë kënaqësinë time që jam këtu me ju, me syve, sepse besoj që televizioni shqiptar duhet të reformohet. Ka shumë gjëra për të ndodhur në televizionin shqiptar, mbi të gjitha figurat e vjetra duhet zhduken se nuk sjellin asnjë standard, as komunikimi, as estetik, as mendimi është ka lloc komplet, domethënë me ide shumë të vjetruara dhe kjo gjë më shkatron fare. Edhe më largon pak nga televizioni kuptimin si shikues, më fal se ndërpreva, po edhe si një qytetar i lindur si adhurues i këtij vendi. Unë kam shumë vështirë ta pranoj këtë realitet në televizionin shqiptar. Pra i bëj thjesht të gjithë figurave që kanë më shumë se 10 vjet në televizor të zhduken. Janë shumë të shëmtuar. Dhe hym me këmbën e mbar. Janë rënd të shëmtuar të gjithë. Rënd, domethënë s'kan asnjë vizion, domethënë larg pamës, edhe janë të gjithë qylagjinj që po kënaqen me këtë, si thosh, me këtë me këtë lloj standardi që pëlqen të rrinë aty sepse kanë fituar një lloj populariteti, edhe duke qenë njerëzit masivisht ignorant, i duan aty se s'duan gjë të re. Pra duam gjëra të reja të ndodhin, ju jeni premtuese, kështu që po e mbylltuese ka shumë për këtë. Ju thash që çdo fjali që ai thotë është një deklaratë shumë e fuqishme. E besoj këtë që thashë, nuk është për. Si do na përshkruaj me një fjalë ne, me një ndjesi të parë? Me ndjesi të parë jeni shumë të rrezikshëm. Rrezikshëm. Po, se jeni shumë të bukura. Seriozisht, është, domethënë, shiko, çu është. Edhe s'po flas më shumë se drejtë, po merrni deklaratë tjetër të fortë. Mirë, s'ka problem, neve nuk i themi të gjithë. Ndaj sekret. Po i keni këtu, të fikni këto jo, a them. Prandaj nga Shiz On Top ne jemi në Shiz On Air që tregojmë që jo vetëm kemi qenë të bukura dhe jemi normalisht, por jemi edhe të zgjuara dhe kemi çfarë japim ekranit. Sigurisht, fakti që keni bërë këtë konceptin e ri është shumë i bukur. Këtë unë nuk kisha nevojë më thënë se e thash shumë gjatë pak në hyrje. Që televizioni duhet të reformohet. Pra ju ishit pjesë e reformimit, që keni sjellë një gjë freski të re, edhe shumë suksese ju. Shumë faleminderit. Tani pa hyrë në notat e tjera, unë siç thash dhe pak më përpara, më bëri shumë përshtypje shkopi dhe më pëlqen bastuni më sakt. Çfarë tregon kjo për ty? Është më shumë një aksesor që plotson veshjen tënde apo karakterin tënd? Tregon për karakterin tënd. Kur ti karakteri tregohet, do të deklarohet pa vedije fare nga zgjedhjet që bëjmë. Ky dragoi. Gjithçka që zgjedh, ti deklaron jeti një draguar tënd. Po, besoj që po. Okej. Pra ai përfaqëson Patjetër. Thjesht Robert. Shiko këtu ke. Gjithë e pash, e kam studiuar. Rad. E kam studiuar. Është edhe emri, Robert Aliaj Dragot. Po, pra. E paske personalizuar. Është i personalizuar, po. Është me lezër. Robert, doja të pyesja, meqense se jemi në javën e panajirit të librit. A ka ndonjë libër në jetën tënde që të ka ndryshuar jetën ose perceptimin e të menduarit? Ti po më provokon mua një gjë shumë të rëndësishme në jetën time, sepse marrëdhënia ime me librin daton shumë herë. Që kur isha i vogël fare dhe kur shikoja maman time që edhe kur flas për maman jam shumë i dobët. Të gjithë jemi.
Mama më lexonte në një periudhë, unë isha 7 vjeç, 5-6 vjeç ndoshta. Dante në Alighirit, nga komedia hyjnore. Lexonte Purgatorin. Më vonë nga shënimet që kishte lënë librin, kuptova që ishte ai libri, se natë mos kuptoja. Do të Divina Komedia. Po, nuk merja vesh çfarë lexonte mamaja, as nuk dija me lexim. Mi shikoja maman edhe më mend këshillat që më bënte, që bënte shënime në libër. Shkruante librin shumë. Në ku gjente pjesë bosh, shkruante. Mban mend një shkrim që të ka lënë? Pyetur, jo, ka shumë shkrime. Diçka që të ka ngelur në mendje. Pse bën ka dhe këshilla që më bënte. Po ja pa tha. Ma tha i thash, pse është gara vit libri mami? Mom. Pse? Tha se për ty, tha. E bë për ty, tha se të kuptosh një ditë, tha, çfarë do thonë gjërat, domethënë do të marrësh vesh një ditë, tha, diçka tillë, tha, që pse? Sepse unë isha i vogël, akoma s'kuptoja gjën, edhe ajo pseja. Ishte, domethënë, kur merr librin dhe lexon, kur pash që ishte kjo gjë, domethënë një vepër madhore në historinë e letërsisë. Edhe aty, jo se unë u bëra një lexues i madh, nuk u bëra asnjëherë dot. Më vjen shumë keq, isha një lexues mediokër, lexoja apo jo për të thënë që unë lexoj, si argument, që si identitet, domethënë. Kisha interes me lexuar, shumë bukur, mamaja ma dha këtë shembull, por aty zbulova librin. Librin si rëndësi jetike, domethënë, si orientim në jetë, sepse libri është në fakt, aty mora vesh një libri kur i shef në në objektet vdekura në bibliotekë. Në çfarë shkëqën kur e morë vesh? Po urrit u bëra unë. 12 vjeç fillova të lexoj. Tani këto 12 vjeç është fiktive se mbaj mend çfarë moshe, po çik më vonë fillova të kuptoj që kisha interes për leximin. A mendon se kultura e leximit po zbehet apo po transformohet? Ishim pas avancon kjo kultura e shpejtësisë, domethënë scrolling e gjitha këto që kanë një ndikim të tmerrshëm të kundërtën në libri në fakt provokon shumë gjëra. Provokon mendimin, provokon refleksionin, provokon të jep kohë të mendosh, të zbulosh, domethënë të zbulosh një univers, domethënë tjetër dhe edhe të fillosh dhe të iluzionosh që libri ta jep këtë. Dhe në fakt libri të jep edhe më shumë, mbas iluzionit duke lexuar ti mund t'i realizosh to ëndra që të provokojnë librat e kanë këtë forcë. Ndërkohë kanë zëvendësuar këtë scrolling, kokboshsin, shpejtësia dhe mungesa e mendimit. Pra, mi libri është një vetëm objekt nga të gjitha objektet në jetë që kemi që të bën të izolohesh, ndërkohë që nuk je izoluar, sepse ka një dritare në një univers të dikujt tjetër, pra ti zbulon dikujt tjetër në heqjen tënde dhe futesh, penetron në mendjen e dikujt tjetër, domethënë me historitë që ai ka shkruar gjitha këto. Kështu që sigurisht, po ato objektet ku fillova të lexojon, kur kuptova që këto objekte të vdekura në bibliotek kërkonin vëmendje për të marrë sens, sepse për të marrë jetë, ky është libri, kupton? Libri merr jetë kur shfletohet, kur ti i jep rëndësi. Dhe në moment që ti e merr librin, vendos përpara dhe krijon një marrëdhënie platonike me librin, se kjo është, ti lexon, ti adhuron personazhin, ti adhuron historinë, ti prekesh, ti qan, ti qesh. Po të vësh përpara një telefon, të filmohesh me time lapsing, të lexosh një libër, do shohësh që do kesh mimikat pa para. Është përjetim. Edhe gjë interesante, shumë interesante. Kjo gjë i mungon njerëzve sot, se nuk ka përjetime me TikTokun përveç faktit po ti je pervers, kur shef në një prapanic, që siç ndodh, se kjo po shitet, e kupton? Vjen shumë keq që e them, po është e vërtetë. Edhe juve gozat, jo ju, eksakt, po. Femrat kanë kontribut shumë të dëmshëm sepse vetëm shiten aty. Ne do hym akoma më thellë, janë bërë si objekte, domethënë më shumë objekte e bukur ose shëmtuar. Kuptoni, objekte shumë të këqija se o e bukur shëmtuar, edhe shoqëria ka këtë standard. Ne po devijojmë çik nga tema, po më që erdhëm se libri do ta marrë ty këtë vëmendje, nga këtu të ta sjellë dhe të të vërë ty në një linjë ku ti mund bëhesh njëri.
më kanë zemra me të ndërprej, por do kalojmë në një këngë. Ti me çfarë këngë do na përshëndesi tash? Mua pëlqejnë këngët që kanë poezi brenda. Për shkak mua çka këngësh kam unë do pëlqeja këngë të tjera, jo këngët e mia. Po jo shqiptare. Titull këngë të huaj që do të përshëndesim? Për shembull Bohemian Rhapsody është një këngë U bë pra, kjo ishte një super përshëndetje nga Roberti dhe ndjekim këngën. Sa herë më ke pritur tek vendi që ne di, me si u treke kur era fryn stuhi, të dy të lagur strokur qëndronim, e s'ndjenim ne vetmi, vetëm mësove se dashuria ka diell dhe në shi, vetëm mësove se dashuria tërqellin ka qati. Bukur! Shumë bukur këndon bukur. Shumë faleminderit. Ke këndu shumë intonuar, shumë delikate, shumë bukur këndon. Shumë faleminderit. Kjo është një këngë e pavdekshme e jotja, besoj të gjithë e dim. Është këngë e vështirë sepse është e thjeshtë fare dhe gjërat e thjeshta nuk janë. Gjërat e thjeshta nuk janë kur të thjeshta, sa duken. Robert, të bëj një pyetje. Pse ka qenë një vendim i marrë nga ty rastësisht që ke hequr dorë nga muzika, apo thjesht rrjedhja e jetës të bëri të hiqe dorë? Jo, unë hoqa dorë. Hoqe dorë ti. Dhe kam heq dorë në kulmin e vet. Për çfarë arsye? Po ku di unë, është një budallik që më ka kapë dhe s'po më lëshon domë. Që besoj që gjërat kanë radhë dhe kohë. Për shembull, me këtë këngë që cilën u pranova shumë vonë për të kënduar fakt zyrtarisht. Isha këngëtari më i vonuar në kohë. Doja që i ri fare, kitarën i kisha bërë vetë. Këndoja në për party, domethënë party të fshehura me perde të mbyllura. Se po të na dëgjonin na fikin derën e shumë historira që nëse tani s'kemi kohë. Edhe si arriti që rastësisht këndova më lejuan një herë. Ajde, dhe aty e hëngër, se aty i dhanë pak frymare një monstre që nuk do ishte më aq i përmbajtur në kuptimin që sepse këngëtarët ishin shumë në si milionara, si e përshkruaj veten. Po jo, se aty respektonin shumë këngëtarët, ishin të vetë censuruar njerëzit këtu. Po. Respektonin rregullin, partia, komunizmi, kjo, si kisha këto fare. Që erdha me këtë këngë dhe pas asaj këngë, po me Gaz Mullajn, bëm një të dytë, këngë e cila u frymëzua nga një vajzë që këndonte në një dhomë, vetëm e izoluar, edhe hapte gitarën, edhe zbukuronte jetën në të gjithëve aty në Baçë, në lagje, ishte lagje mbyllur, mbrapa ambasadave. Lagje mbyllur, lagje lezetshme. Edhe ajo këndonte dhe unë ma gjep se si ka. S'kishe nësi ajo të këndonte bukur. Zëri asaj ishte një magji që të penetronte kështu. Edhe të jepte një kënaqësi të paparë. Harroj mikrofonin. Edhe domethënë dimensioni filmik, po kinematografik që i jep ajo realitetit tim në balkonin tim, domethënë një ndërtesë të varfër. Po më e mira aty. Se tja që në barake. Unë isha në një shtëpi 2 kace që kishte edhe tualeta brenda dhe ujë, ndërkohë që shtëpitë përpara që ishte një si vagon treni kështu. Nuk kishin as ujë as banjë as gjë brenda, kishin gjitha kolektive në një cep aty. Edhe dilje në balkon edhe ishte një soundtrack i një realiteti kinematografik të papar që unë si fëmijë nuk di ç'a të them, çfarë ishte ajo, një magji, unë jetoja domethënë një moment komplet sublim jashtë realitetit dhe jashtë vendit. Unë fluturoja. Ato dalet time mia në balkon ishin me vërtet escaping nga realiteti që mizerabël që kishim kështu. Se edhe jeta modeste, nuk ishte domethënë mjete shumë për të bërë qef. Robert, i njohur për deklarata të guximshme. Cili është komenti që ty të ka vrarë më shumë nga publiku? Domethënë mënyra se si ata e kanë perceptuar, e kanë gjykuar, mënyrën se si ti je drejtuar apo deklaratave që ti ke dhënë.
Ka ndonjë koment që t'ka ngelur në mendje? Fare, unë asnjëherë nuk jam ofenduar personalisht nga publiku, s'ka marrë asgjë personale, publiku thot atë që do. Publiku unë edhe Galës i kam thënë që 4 vjeç që kam thënë Galës. Kur bënte modeling edhe kur ka qenë në panel me Catherine Deneuve, me këtë Gerard Depardieu dhe unë shkoja se isha babai dhe kujdesesh atë me superstare mondiale. I kam thënë 4 vjeç i thash shikoj, thash Gala opinioni, se i tha asaj grimiere, se tha se nuk duke me bukur këtej. Se ishte 4 vjeç dhe ajo thotë se duke me bukur këtej. Se kishte që 3 vjeç ka fillu Gala të bëj këto gjërash. Edhe i thash Gala publiku, thash nuk vlen 1 lek. Nuk të lutem i thash mos se nuk konsiderohet, e kam thënë shpesh që publiku është zero. Pse? Jo për ta injoruar publikun. Problemi është që ti duhet të bësh gjëra ti vetvetja, të bësh gjëra që ti pëlqen. Edhe shumë e rëndësishme që një artist të jetë i sinqert, të jetë i vërtet, të jetë mos gënjej, sepse këtu gjërat bëhen për qefit publikut edhe komercializohen dhe shiten dom standarde shumë të ulta, thjesht do publiku. Me publiku po t'i ofrosh një standard tjetër, pak më vonë ndoshta po do arrit ta kuptoj do edukohet me cilësi tjetër, me standard tjetër, pra është detyra jonë ne që bëjmë art ose njerëzit që publik që dalin në televizion, gjithta duhet të prezantojnë standard të lartë. Se kështu edukohen njerëzit, dhe kështu ne kemi kontribut në publik dhe kështu publiku të do me vërtet. Duke qenë ti ai që je, edhe unë nuk kam një perfekt. Unë jam i gabueshëm, por ama unë jam ai që jam. Po, çfarë të shtyn ty të jesh kaq i hapur dhe i guximshëm në opinionet e tua? Unë shumë nevoja ime. Unë duhet të jem se s'bën ashtu sepse jam ndryshe dhe unë duhet të jetoj dhe mos më plas para asnjë tjetër për opinionin e askujt. Fare, zero me gjufka. As më intereson fare çfarë mendon secili. Duket muzika që po prodhohet sot. Mendoj që është më shumë për industri apo është art akoma? Jo, nuk ka lidhje me artin, është shumë e vështirë të thuash. Në Shqipëri e vetme gjë që mund të shkosh shofësh aktualisht është teatri i operës. Edhe unë do thoja që është e rëndësishme që opera të frekuentohet nga të rinjt. Sepse jo vetëm që ka standardin më të lartë, paktën në Shqipëri, po opera në vetvete është simboli apo treguesi i suksesit qoftë teknologjik ose artistik si do ta marrësh, është një komb me opera, është një komb i emancipuar. Dhe kjo tregon dhe sa i fuqishëm është një shtet. Prandaj them që aty duhet të mësojmë, edhe politikat e shtetit duhet të ishin ato për investime më shumë në kulturë, sidomos në institucione si opera, sesa në tallava. Pra, e të mërshme këtu është që institucione shtetërore japin më shumë lek për një tallavaist ose një burgaxhi që këndon. Mirë se jemi dhe çik Ballkan ne tani në azionit, na azionit çik gjaku kur vjen puna për Ballkan, po grekët nxjerrin superstare jo tallavaje. Ka dhe i çik ka tallava për ka gjithë nivelet. E tunde dhe i çik. Më fal pak. Ka tallava. Ma ka gigant në muzikën klasike. Po, është tjetër gjë ti je gigant mendoj në muzikën klasike. Ashtu ka letërsi, më fal, ka arkitekt të papar. Tani çka kemi ne? Të nxjerrësh një mesazh dhe të mos bësh muzikë të mirë janë dy gjëra të ndryshme. Mendoj unë, se greku për shembull e ka këtë tallavan në brendsinë e tij, po mund të nxjerrë. Sido që tjetë, është ajo që ty të bën të kërcesh. Ballkanin e bën të kërcej. Ne jemi pjesë e Ballkanit. Ne kemi tallava që nuk është identitet shqiptar. Duhet janë të gjitha ngjyrat. Jam shumë dakord me Robertin. Si për mua. Qose do ti, është problemi jot dhe unë po flas me zërin e publikut në këtë. Unë si e kuptova, po ankoje për investimin që ka më shumë në tallava, ndërsa në teatrin kombëtar nuk ka, kështu që unë besoj që ka dhe tallava. Shiko, ne këtu përfaqësojmë secili veten, nuk mund të pretendojmë që unë tani përfaqësoj popullin shqiptar, se kështu është qesharake pastaj. Pra ne do flasim si e shohim në realitetin. Po pra, unë prandaj thash që ti do të justifikosh tjerët. Ty të pëlqen tallavaja dhe tani s'ke çfarë thua tani. Jo. Mos ma merr kështu në këtë lloj. Tani marrim të gjitha ngjyrat e mendimeve që mund të kenë. Dhe për ngjyrat, unë kam ngjyrën time, edhe si jam egoist, më kupto tani, ekzistenca jote nuk varet nga imja. Ti merr frym vet. Ti ke preferencat e tua dhe duhet i respektosh, jam shumë dakord. Por unë kam mjet. Po me çfarë do kërcejmë ne po spati? Po do kërcesh. Tallava. E si justifikohet kjo mbështetja nga ana e shtetit tek tallavaja dhe jo ke arti ke. Si?
Si justifikohet pse pas ke investuar shteti më shumë me s'ka interes. Shiko, si mund t'i manipulosh masat? Gjithë jetën, historikisht, njerëzit manipulohen nëpërmjet praktikimit disa politikave që kanë të bëjë edhe me investimet në dije. Se nga momenti që fillojmë dhe kuptojmë dhe kemi pak dije dhe dim të racionalizojmë dhe dim të gjykojmë mbi gjërat, ne nuk u poshtemi dot nga pushteti dhe pushteti ju vë poshtë sepse ju ka manipuluar dhe ndoshta ju bë dhe pula nesër. Jo, re dua të kërcej. Do bëni emision me kakalima këtu. Një pyetje kam, mos e ke fjalën për mbështetjen që qeveria i bën këtyre këngëtarëve që i merr në fushata, se ku tjetër i ka mbështetur Tallavan. Ja, pra kjo që fushatave është tmerrsisht abuzim i madh, pse e para njëherë që ai është loj influencë. Ti influencon një mas publiku me një ignorant, një burgaxhi që e merr aty në panel, ka qenë në burg, njëri agresiv, pse ka ndoka rrap. Edhe çfarë pastaj? Pse e merr atë? Se ka mos më thuaj emra. Se e merr, sa tani nuk më thashë them, po them fenomeni që ndodh, se ka ndodh nga të gjitha forcat politike. Pra, ku disa para publike as janë astuar xhepit ton, për interes të partisë tënde, për interes të votës në funksion të interesit tënd. Dhe çfarë ndodh? Personalisht nuk më ndikon fare, po fare, më ndikon vetëm ajo muzika që mua më bën të kërcej. Po kjo ndikon në standardin e jetës tënde dhe në ndërtimin e një shteti demokratik me standarde demokratike, kjo ndikon në jetën tënde, në lifestyle-in tënd, në lumturinë tënde që jeton në një shoqëri depresive. Po dëgjoj, po un po them, parat publike, taksat tua nuk duhet shkojnë te Tallavaja, duhet shkojnë te standardet e operës, standardet e teatrit, standardet e teatrit kukullave. Ka nevojë të hedhin shumë para, duhet bën shkolla fillore, duhet të ndërtojmë brez që nga njerëzit si fillim, ë? U ti kundërshton për të. Po ti kundërshton kur mendim s'ka. Jo, ti mund të bësh do kalojmë në publicitet dhe do ma thuash pastaj. Dakor. Okej. Haj. Jemi rikthyer në She's on Air vajza. Të ftuar kemi Robert Aliej Dragot dhe do vazhdojmë një bisedë sepse më pëlqej shumë, kam kap ca fjalë të tua, një scroll. Që shoqëria jonë aktualisht merret shumë me scroll të rrjeteve sociale, lajmet i marrim kështu dhe diçka tjetër që më bëri shumë përshtypje është pjesa e deklaratave që nuk të plas. Dy deklarata që më të freskëta që kemi dëgjuar. Deklarata s'u plas, nuk është deklaratë. Deklaratë? S'kam thënë një gjë me kontent. Deklarata që ku them. Tani deklarata s'u plas, ka një vazhdim nga mbrapa tani. Jo, po në këtë rast nuk e ka lënë të nën për deklaratat tuaja, por unë dua të kërkoj një mendim me qenë se nuk të plas. Dhe një nga deklaratat e fundit e kemi nga Xhibani, që thot: unë nuk do bëja kur një fëmijë me një vajzë shqiptare. Çfarë mendimi ke për këtë deklaratë? Kjo është një deklaratë mizogjine. Është një deklaratë që nuk e shoh interesante dhe nuk është as provokuese, është një deklaratë e ulët. Ti nuk mund të ofendosh një komunitet gjigant, një pjesë të shoqërisë tepër të rëndësishme siç janë vajzat, edhe të thuash mos bëjmë një vajzë shqiptare, s'mund të përgjithësojmë në këtë formë. Ti kupton, kur ke përpara një prostitut, do t'i thuash të ti je prostitut, kur ke përpara një vajzë që është nobel, do thosh ti je një vajzë nobel. Pra, do ta ndash shapin nga sheqeri. Tani thuash unë s'do bëja fëmijë, aq më tepër që vajzat shqiptare janë shumë të bukura, ta dish ti. Në Belgjik. Po kemi dhe shumë vlera. Në Belgjik jeni shumë të mira, seriozisht. Dhe neve dua ta mbaj pak. E dikush problemi ju, jam falë, mbaj çik. Se ti. Shikoj këtë ligje. Ka tani ku lindu një keq kuptim i madh që lind në përgjithësi edhe është bë standard. Që këto domethënë standard i keq. Televizioni e ka shumë promovuar, domethënë jo vetëm prostitucionin jo direkt, indirekt. Duke sjell figura eskorta, duke mush televizionin me shale, me bythe, me cica. Jo vetëm kjo, por ka si edhe këtë modelin e këtyre vajzave që pikërisht shkojnë me të huaj me para. Për shembull Dubai vizitohet shumë, portapoti është bërë çështje gjitha këto. Edhe është të mërshme kjo gjë. Domethënë është ky standardi kur dëgjon që njerëz publik, vajza këngëtare ose që kanë një influencë në publika, janë prostituta. Për shembull, pëlqejnë meshkuj që kanë lekë. Kjo është prostitucioni, se ti nuk shkon se e pëlqen. Ti mund të shkosh me cilin do ti. A e lirë, dhe është moralitet kur ti shkon se të pëlqeu, jo kur ti shkon se
do fitosh para. Do e kuptoni se çfarë po them? Tani këtu neve Ky është standardi që ka mshu televizioni dhe e ka bë standard dhe prandaj TikToku i shëmtuar në Shqipëri, edhe Instagrami i shëmtuar në Shqipëri. Pse dua të ndalem te kjo? Sepse këto janë publiku është ai që i jep vëmendje këtyre personave, sepse ka plot vajza të cilat nuk zgjedhin këtë lloj gjëje, ama nga ana tjetër futen brenda në këtë lloj rrethi. Dhe dalim në përfundimin e një deklarate që thotë nuk do bëja kurrë fëmijë me një vajzë shqiptare. Kjo, di pse vjen këtë deklaratë? Sa ai tipi nuk ma që është një vizionar. Thjesht ai është i manipuluar nga këto standarde televizioni i flet. Po është përplasur, është një, mund ta marrim si një person i zgënjur, mund të them që një masë e madhe. Po ti s'ke të drejtë me përgjithësu. Të meshkujve shqiptar. Mund të dalim. Ore, s'ke të drejtë me përgjithësu. Sepse unë e kam parë në shumë veta të tjerë. Vjen mirë ti themu që ti je, domethënë, njësoj si një femër që kam thonë që e prostitut, vetë të bëj një tifuz i barazimit. Ktu dua të rriun se po bëhet barazimi. Nuk, ja pa, po këtë po e dënojmë tani pra. Ça, ti po e mbron apo çfarë, s'po marr vesh? Jo pra, po dua të nxjerr të dyja, dua të nxjerr të dyja anët e historisë. Pra, kemi këto vajza që më pëlqen fare. Un kam shumë afeksion, kam shumë emocion të shoh femra kështu siç jeni ju. Kjo është emocionuese dhe nëse je i mashkull i vërtet, do pëlqesh këtë dimension të një vajze timide, të një vajze që nuk është banale, të një vajze ka interesa, të një vajze që mund të jetë shumë seksi, po ama nuk e shet veten. Edhe mund të jetë me vërtet një femër që mund të ketë shumë eksperiencë që duhet të ketë. Po. Dhe i zgjedh njerëzit për nga vlerat që kanë, jo për nga parat që kanë. Këtë thash deri tani. Prandaj mos bëni përgjithësime. Ka vajza të bukura, unë duhet ta mbyll se është kot, mbasim kohë, mund të themi gjëra më të bukura. Vajza shqiptare janë të bukura. Dhe të shkosh me një vajzë shqiptare është një ti ke bën një bingo, ta them unë. Me një vajzë të mirë, s'po them, prap unë i largoj atë kategorinë e qelbur që ka forca. Vlera. Po, ti të kesh një eksperiencë me një vajzë të tillë, ti ke bën një bingo sepse ke bën një eksperiencë të vërtetë. Domethënë me një femër që është e jotja aty për aty të paktën. Që tani ndodhin marrthon edhe një natëshe, ndodhin marrthon edhe një japshe, s'ka rëndsi. Këto visi doj, po kur vjen për lek, aman, mos më vazhdo tani. Vajzat shqiptare janë të bukura, janë tradicionale, janë të pastra, janë ky termi që përdoret për shtëpi. Shumë mira. Të gjitha të mirat i kanë. Tani vetëm sepse kanë dalë disa modele që nuk duhet të pranohen. Po, meqense po lavdron vajzat shqiptare, dashurinë tënde. Mimozën, ti e ke kuptuar që në moshën 7 vjeçare që ishe dashuruar me. Po di ti këtë sekret? Po pse jam këtu? Ti thashë theme këto. Ne kemi rubrikën e thashë themeve, por të parë se sot nuk e bëm ja. Kështu që në moshën 7 vjeçare keni u hat që ishte femra ideale për ty? Jo, nuk nuhat e ideale, thjesht më toroj që ishte e bukur. Shiko, është e vërtet. Kam qenë shumë, nuk e di, kam pas interes, domethënë kështu impulse seksuale që i vogël. Do të them që nuk as si kuptoj as vet. Futesh në tualet, po. Mosh, është normale, janë kuriozitet e para. Jo, se mozën e njoh shumë i vogël, ë. Në kop është. Domethënë një vit para se të shkonim në klasë parë. Po kjo është dashuri prallash. Në kop është unë e gjuja, ajo s'merrte vesh fare si pul. Ajo se kështu shkon nga mbrapa kështu i thotë, "Je bukur." Ajo vazhdonte. Ajo s'merrte vesh fare ças. Do të them që edhe klasë parë edhe kështu gjërat rrodhën pak edhe erdhën kur u ritëm përse ajo s'mori vesh derisa u bë shumë e madhe. Dhe nuk ke guxu të shprehje ndjenjat për 10 vite të paktën sa të zhdash për të shprehur ndjenjat. Shiko, ka një gjë. Eksperienca në atë moshë ishte vërtet ishte intense, ishte e fortë, domethënë pse i mbaj mend akoma, un kam një ditar, kam shënime jete dhe kur i kthem nga një herë që i rishkruaj, se kur rishkruan shumë atë gjëra nga jeta jote, i reinventon pak, sepse ke një qëndrim tjetër. Pra je më i qartë dhe i shef gjërat dhe nuk vetëm i dokumenton, se kur bën një autobiografi nuk është më si thua dëshmi e një lajmi pa emocion, domethënë e një ngjarje, po është letërsi, sepse ti rishikon dhe i reinventon të kaluarën. Dhe kur i shoh këto gjëra me një perceptim sot, unë kisha kuptuar që unë në atë moment vërtet që s'kisha impulse morale, sepse isha i paformuar. Domethënë moralisht për të thënë që kjo është vajzë e ndershme. Se ky është katunaliku.
Unë se kisha këtë. Po. Jo, po unë thjesht estetike ishte impuls puro seksual. Pra e kisha që aty unë për shembull po ta them se e kam edhe këtë në ditar. Unë kur isha 4 vjeç, losja me shoqet e mia 4 vjeçare në borë. Ta thash lagja ime është ajo borri. O borri shtëpia ime këtu, edhe treni këtu ku jetonin shumë familje të varfra dhe kishim një lavanteri në mes. Dhe dilim lozën e çike borri, po ishte si filmat e Pazolinit, ishte shumë interesante, ishte kinematografia e gjallë. Dhe çan ndodhte? Unë dilem në balkon për të pak të skenën filmike. Isha i vogël fare. Dhe dilin këto gocat e vogla, imagjino 3 vjeç ose 4 vjeç. Edhe unë shkoja edhe prisa ama me zot prisa që njëra nga ato të bënte çiçin brek, që t'ia ndroja brekët. Atëherë s'kishim pampers, ë? Tani ulët tempi fare kështu. Prisha bebi vëlla dhe unë 4 vjeç. Më gjatë lidhjes. Si po përshtypje ju kjo gjë më vëlla? Po më bën më shumë përshtypje ose sa thash, lind, nuk bësh, ti ke lindur. Bëhet shumë, po. Po ne jemi të interesuar atë kjo pjesa. Tani nuk më bën përshtypje sepse në ato kohë Ke qenë ti kështu? jo, kanë kohë tjera, ama po sepse unë jam pak më e madhe, unë jam gati 30 vjeçë. Ja, po 4 vjeç i bëje këto punë ti? Tash unë isha gocë, kështu që kisha një 4 vjeç mbaja koncerte. Po edukante tani. Çfarë edukante keni 4 vjeç? Bilia bëja Po intervistë. jo, gjithmonë gocat janë. Moralitet tu më po më zgënjeni më. Jo, more, po isha më e turp. Po më zgënjeni. Po pse po Po sot zgënjeni, jeni më nga more? 4 vjeç, po duhet jeni çik më të hapura. Unë jam super e Me thënë të hapur. drejtën, mbaj mend kur kam qenë 5-6 vjeç, kam pasur të dashurin imagjinar të parë, jo imagjinar, se në fakt të kisha në kopësh e kisha puthur në. Po ti kur imagjinon, domethënë që ti ka hyrë. Po, për zotin, edhe Jo, krimi. e kam patur edhe në lagje, e kam patur edhe në Ja, kopësh. shumë bukur. Edhe mami ime, mamin Sa e vjeç ishte atij. ai Jarani jot? Mosh me mua. Mosh me ty. Po, kam Me qenë moshë gati kisha. 5-6 4 vjeç. vjeç me 4 vjeç. Do me thënë filloj në moshë shumë të vogël këto gjërat. Shikoj, ja se dinim. Edhe thoja mamit dhe babit do martohem me, s'po ja them emrin, me filanin, kupton. Jo, unë personalisht vetëm koncerte mbaja në shtëpi gjatë gjithë ditës, i lodhja nga veshët, këtë bëja në. Unë 4 vjeç dilja Po tani, intervistoja keni dashur njerëzit ti? të rrugës. Ja. Je të dashur. Ja. Sa të dashur ke pas në jetë? Po pse po kalojmë te jeta ime personale kot? Po pse do kalojmë ke imi atëherë, se kështu Po ti ke ardhur pra. Po e hapur, jo ka marr, po s'ka marr që ti më veç ti veç, jam ka marr që ç'kemi ju ç'keni me mua. Ju Të dialog. zbusim pak situatën dhe kalojmë në këngë se është bërë e diskutim hoqë Të marrin sa informacione. Dhe jemi rikthyer në Shizon Air në Top Albania Radio në 100 FM dhe mund na gjeni edhe në kanalin 10 në digital. Dhe këtu ka plasur zhurma, tani është i vetëm Është kaos moment këtu. që unë i vura pak në qetësi sa për të bërë këtë hyrje se nuk pushon Roberti sot. Jo, mos e na mblodhe po han. Robert, unë mendoj të kalojmë në disa pyetje pikante të shpejta dhe duam përgjigjet më të shpejta që ti ke dhënë ndonjëherë. Je gati? Tani me 5 bomba këtu përpara unë më vëna me çiki Ti trullos. ru kush plas parë. A ekziston besnikëria në botën e artistëve? Besnikëria do të kuptojmë çfarë është besnikëria, nuk e di çfarë në kupton ti, secili ka një perceptim personal të besnikërisë. Kështu që unë nuk i di vlerat e besnikërisë që ti Po bëjmë. përfaqëson, Edhe edhe çfarë mendon ti? Si e mendon ti besnikërinë? si mendojmë pra? besnikërinë. Besnikëri nuk besoj që ka. Nuk ka, okay, vazhdo. Është një iluzion idiot. Plasë bombën Okej. tjetër. Çfarë është për ty seksi? Trupi, mendja apo rebelimi? Seksi për mua është përmbledhje e të gjithave. Edhe seksi jo, është përmbledhje e gjitha. Seksi nuk ka lidhje me seksin, me aktin. Nëse do mund të fshije një periudhë nga jeta jote, cila do ishte? Ta fshija. Po. Nuk kam qef të fshija asnjë periudhë, jam shumë nuk jam krenar për asgjë, ë? Po i dua të gjitha periudhat e mia të jetës, a shumë ato për vështirësitë e veta, edhe fëmijëria ime është unike. Nuk është glorifikante do në kuptimin unë zvija nga një familje miliardere dhe ishte e bukur pikërisht sepse ishte një familje modeste me shumë njerëz, me shumë artista brenda, shumë talent. Unë hecja mbi vizat time dhe dilja në balkon të merra erë, se kishte bojra, kishte shumë tym cigare, kishte shumë tym në shtëpinë tonë. Edhe unë isha i vogël fare dhe rria këtu. Ishte si re. Asnjëri s'çate go. Gjithë edhe prindit e gjithë shumë cigare e mbaj mend të dhe dilja në balkon dhe ai balkoni ishte ajo. A ke ndjer ndonjëherë që je shumë ndryshe për këtë vend? Jo, kam ndjer asnjëherë. Di që për shembull kur isha i vogël, ta lidh me fuarin e librit. Kur isha i vogël,
mund kem qenë në klasë të dytë ose të tretë, fillova të bëj disa stand-up comedy. Pa e ditë konceptin fare. Si fëmijë. Sa jo e pralla, se shkrimin ta dini kam shumë qejf. Okay. Shkrimi është e vetmja gjë që më ndodh në jetën time që më vë në një gjendje si thosh orgazme intelektuale. Kuptimi sepse më jep kohë, më jep shumë kohë të mendoj edhe të shkruaj gjërat që kam. Edhe, domethënë, se kur flet idhen fjalët, mirë po mendimet janë më të thella dhe duhet të futesh në thellësi, edhe të fillosh të hapësh to skedarët e mendimit edhe të nxjerrësh ato më të mirat. Ky është shkrimi. Dhe domethënë ku kisha fjalën se isha pyetje se u futa ka në gjuhë. Erdha thash te a e ndir ndonjë. Po, me këto stand-up comedy të vogla unë hypja te balkoni i komshisë time, mos e them emrin. Ishin në balkonin përballë një ditë, hypja dhe bëja fjalime që mund të ishte vetë debile fare, se isha i vogël. Edhe tregoja histori me kala dhe gjermana. Kështu kisha vënë titullin. Histori me kala dhe gjermana, se isha i vogël, duke ashit diet shkruaj. Dhe vetëm një shok i ngushtë irin të deri që më dëgjonte ato pallavra. Të gjithë këto ky ka sot akoma shok? Po. Ai rinde shkreti deri në fund, thash, edhe u trishtova, thash nuk i pëlqej dhe fillova të bën shkollë. Me shokët e shkollës pas ata si pëlqenin. Kështu që po lë fare. Ishte e lash po fillova të shkruaj. Ata mua më bën këtë të mirë që unë fillova të shkruaj këto gjëra. Don për jetimet e mia ose fantazitë e mia se me kala me gjermana se ato dinim ne. Lufta e Gjermanisë. Një artist është gjithmonë ndryshe nga pjesa tjetër, është gjithmonë ka atë botën e vet, një artist them unë kupton gjithmonë një artist tjetër. Ndoshta nuk e kuptojnë të gjithë botën e një artisti. Do të tregosh që je artiste ti? Po, normal. Dhe nuk kuptojnë, edhe unë gjem artiste në shpirt. Kristina këndoi shumë bukur, tani. Faleminderit. Po unë du t'i rikthehem pak aty në deklaratave se një mana shkalua duke fol për gjëra të tjera. Një tjetër deklarate kemi dëgjuar në Të goca dhe gra. Çfarë ka ndodhur? Ermal Mamaçi ka ftuar Andrea ke një të trajnime të tija dhe ajo është përgjigjur që nuk kishte kohë, kishte gjëra më të rëndësishme për të bërë, siç e tha. Andrea shkoi në këto trajnime? Jo, pra se kishte gjëra më të rëndësishme. Me unë shoh të budalliku Ermalit që bën Ermali nuk mund të propozoj njeriu që ka një eksperiencë, ka mend, domethënë që është një tjetër stad. Ermali mund të bëjë ato te njerëz që ka nevojë për Në fakt, diçka që tha dhe Andrea që mbani pak përshtypje, më shumë se ajo që nuk kishte kohë, domethënë ishte që si ti mendon që trajnimet e tuaja mund të vlejnë për të gjithë. Po, shfyse këtë desha, nuk desha të shkoj kaq larg se nuk do ta fyej Ermalin, është një djalë shumë i mirë, po nuk mund të pretendoj edhe më shumë se nuk është një intelektual, nuk është njëri që mund të mbyllë një fjali nga ana z, me mendim. Edhe është e vështirë ti thuash njeriu që e bën këtë gjë, është hajde të mësoj unë ty se si do sillesh ti. Është arrogancë. Domethënë edhe bilon shoh arrogancë çdo lloj propozimi që vjen që është më poshtë standardet e atij që ti propozon. Është arrogancë. Është mungesë respekti, di ti? Është ta sfidosh një njeri të mençur, ti thosh, "Hajde unë ti se unë bëj ty njeri." Edhe është e keqe. Robert, do të ngacmoj pak, do më lejosh? Lejo çfarë dush. Okej. Vetëm me dorë mos. Jo, pa merak, me fjalë kam unë. Ke bërë një deklarat, mbetemi të deklaratat e fuqishme që në moshën 16 vjeçare ke kaluar një përdhunim. Ke ende trauma? Përdhunim shumë të bukur. Po pra, am shiu. Ishte një përdhunim shumë të bukur. Po shpjegoja gocave. Po shijove, nuk mendoj se quhet. Më përdhunoi një mami. Po pra, po nuk quhet përdhunim, mendoj nëse e ke shijuar. Po përdhunim përdesa unë nuk e kërkova. Po të pëlqeu. Përdhunim ajo ka një dimension. Ti nuk e kërkove sepse ajo ishte shiko, intelektualisht ajo ishte më superior. Pra ajo kishte forcën për të mbindur mua. Tepër seksi. Po pra ja të ka bindur, nuk të ka marrë me zor. Po nuk më bindi, dakor, edhe një çik me zor se më nxori ke dera e lokalit që dasëm, më nxori aty ke dera e lokalit. Se edhe këtë e kam në memoriat e mia. Ashtu që ke shkolla e partisë. Shkolla e partisë te ishte ke Zoguzi. Ishte me ferra kështu, pastaj ishte një gardh që futet në shkollën e partisë. Ndodhur në natyrë? Përpara Zoguzi lokalit, po në natyrë. Po tani një minutë, ajo që të më çonte mua nga lokali, kalonim rrugën e Unazës për të futur ferrat. Do ndodh një proces në mendjen time që ku po shkoj. Pra, kisha edhe un kota gjykoja ta filloja të lako.
Të zgjidhje. Dhe mbi të gjitha të solli edhe me këmbët tua. Shkoj po një femër që është atë pjekuri, atë gjendje. Çfarë energjia ka, pse keni ide? Domethënë ajo nuk të lut, ajo të merr frymën. I shef një femër me gjoks perl. Tikën petlla, tikën. Mami ajo? Mami. Edhe kur shef me ato linjat që ato vite, sa e pash duke kërcyer, mu më kishe ik petlla pak më parë, pa e ditë ajo. Në fjalë ajo kërcen aty. Nuk është një përdorje. Ajo kishte kuptuar. Shikoj se ajo kishte kuptuar. E tha ajo, hop, e kapi atë. Hop, peshku. Që pak ashtu. Po mirë, po ty s'të lejo gjithsesi, ë? Çfarë? Shiko, në ligjet e pedofilisë, të abuzimeve, edhe sikur një vajzë sa më, që është minorene, të doj, ti që je adult, ti e ke përgjegjësinë e gjykimit. Patjetër. Tani kështu duhet të jetë kështu. Prandaj themu që ajo abuzohet. Mirë, po tani që mua më pëlqeu shumë, sepse unë fola me yjet, është histori tjetër. Unë aty zbulova shumë gjëra që përveç se domethënë një gjë që s'm pëlqeu që më ndodhi që Çfarë s'të pëlqeu? mos sa them se Po, s'do të laj. me që e hap, thua nuk më pëlqeu, e tani mendoj se unë do të pyes çfarë nuk më pëlqeu. Si e bën njerë këtë, si e Ajo mendon? kishte, më duk se ajo kishte brenda një motor që rrotulloi me një shpejtësi që më dogji fare. Brenda mendjes. Brenda një gjës që e përdorin. Po mirë, a ka instrument qenë kishte mimoza donë gruaja e vetme që ti ke dashuruar? Më them që është dashuria e madhe e jetës time. Unë kam qenë njëri që dashuroja shpesh. I kisha këtë dobësi për femrat edhe e kam akoma. Sidomos femrat që nuk është bukuria ajo, të si tush elementi kryesor që më tërheq. Kur shoh një femër që ka një fisnikëri, që ka një delikatesë, që janë ndjej ato si tush format edhe sikur i organ këtë herë, që kuptohet, domethënë që lishon një aromë femërore kur kalon dhe domethënë duhet të them janë ca elemente shumë të egra, animalike, sepse unë kam mbet animalik i vogël, edhe këto më bëjnë mua që të kthej kokën. Nuk më fare, mua zhvishu po deshe ti, ose qëse ti nuk ke një vlerë, mos s'kthej kokën fare. I le kam urrëti për një zhveshje të tepruar që kanë në Shqipëri. Edhe prandaj që vim shpesh se për të provokuar. Ata provokojnë vetëm njerëz hallëxhin, njerëz që kanë nevojë për seks, jo njerëz që kanë nevojë për eksperjenca. Seksi është eksperjenca dhe eksperjenca nuk bëhet me një femër që ka dhe ajo nevojë për lekë, për kujt. Bëhet me një femër që vjen edhe t'jepet ty domethënë me gjithë shpirtin e vet. Andaj e mbroj këtë gjë, domethënë marrëdhëniet duhet janë kështu. Dhe me mozën nuk kur ndodhi ishte kështu. Kur ndodhi, pastaj që ndodhi më vonë, shumë më vonë sepse kaluan vite. Është histori. Se si u njoh. Po tani nuk ka kohë, nuk ka kohë. Është shumë e fortë. Nëse do kishe mundësi të bëj një mëkat, cili do ishte? Pa pasoja. Çfarë mëkati? Një mëkat pa pasoja. Cili do ishte? Mëkati? Po. Shiko, nuk është mëkat. Shiko, nuk është mëkat, them, qoftë është ajo që mendojnë që thua ti. E lëm kështu tani. Një mëkat pa pasoja. Mëkat është edhe të hash i fik. Qoftë ke për këto unë do e bëja. Mëkat pa pasoja që cilëson ti të tillë, mëkat pa pasoja. Po ç'është mëkat? Se unë se di. Çfarë cilëson ti mëkat? Asgjë. S'ka mëkat. Ka mëkat, ka mëkatar. Po. Varet se deri ku mund Kjo shkoj. është morali që Deri ku mund shkoj Roberti. Deri në këtë moment tani un po kuptoj që ju në këtë moshë që është që po befasohem, juve jeni të indoktrinuar me ideologji komuniste, feministe, mituiste, wokiste. Do jeni shumë wokiste. Ç'është mëkati që ti bën seks me një person? Po jo, kushta këtë. Ta cilësuam në Një mëkat, Po më cilësoje ti. Nuk është mëkat që do të hash i fik të bukur. Kaq. Të del një fik përpara, unë vdes për fik. Nuk mund të jetë ndaluar për shkak. S'ka ndaluar, tani prapë ndaluar, nuk kemi diktaturë, mos na çka kokën tani. Unë nuk ha fik me zor. Unë ha vetëm fik që plotësojnë kushtet e mia që domethënë që është një fik vërtet i vërtet. Jo plastik. Dhe ai fik më takon mua, di pse se edhe ai fiku mendoj që unë i takoj. Në këtë moment nuk ka mëkat. Mëkate janë më shumë fiku kur shkon se do në benefit.
Dhe me fisht. Shkëputemi pak nga fisht. Çaj do mëkate, akoma ju me këto. Po ju më po pyesem se ku i dihet. Ne nuk e specifikuam se kush është mëkati. Ke vetëm një jetë, ke vetëm një shans për të jetuar. Edhe duhet t'i rregullosh punët që në zanafillën e vet, marrëdhënie me partnerin. Duhet thua, shiko, unë jam një shpirt i lirë. O Robert, do na e thuash moshën e shpirtit të? Mosha e shpirtit tim? Po, çfarë moshe ka shpirti? Ku diun nëse Se duket shumë shpirt rinor. Unë jam një fëmijë në një trup burri. Është një Peter Pan. Sepse më pëlqejnë dhe gjërat e fëmijëve, më pëlqen shumë buka me sheqer. Do të pëlqej shumë këto sheqer. Do na tregosh pak tani se çfarë projektesh ke tani afër, çfarë do na silli Roberti? Unë tani kam ardhur për 40 orë, që është një festival që çdo gjë bëhet për 40 orë, është edicioni 16. Është një kontribut, po e them shumë hapur, që unë jap shumë kohë nga jeta ime dhe energji dhe vërtet investohem që të kem mundësi të ofroj këtë mundësinë artistëve të rinj, për shembull, kinastëve të rinj, kinast edhe jo të rinj, që s'kan pas shans të bëjnë një karrierë, sepse në Shqipëri asnjë institucion nuk më mbështet. Po ti je kinastë të shohësh që je në shit. Pra nuk ka shanse të ecësh. Pra dhe unë them që unë vi këtu për t'i mbledh ata njerëz, për t'i krijuar një kuadër, një platformë ku ata mund të shprehen, mund të bëjnë një film për 40 orë. Ja jap unë elemente. Është një weekend. Që kaloj, do dërzu filmat. Pra ata bëjnë film me elemente që jap unë, për arsye për t'i kontrolluar që u bë atë weekend, se unë s'du filmin që ke para 5 vjetësh. Dhe ka shumë mundësia që të shkosh në Amerikë, të prezantohesh në shumë festivale internacionale të filmit të shkurtër, metrazhe të shkurtër, shkosh deri në festivalin, tregosh unë jam Roberti, kam bërë këtë gjë para një audiencë me producent evropian. Shumë bukur. Nëse jeta jote do ishte një film 48 orësh, çfarë do ishte? Që unë jam një piktor i papar. Po mirë, këtë do pikturoje nudo. Bëj gjëra vetëm që unë nga vipat dua, shqiptar. jo gjëra për të shit. Këtë do pikturoje nudo nga vipat shqiptar, me që the. Nga ju. Nga ne? Nga ne këtu. Nga ne ja bëje një nga ne. Hajde, nisi nga ne, s'ka problem. Po jo, po them një ngele teatrit. Jo, më jo, s'na ngele teatrin. Nuk na ngele teatrin neve, plasë tani. Dhe me këtë do ta ne. Me këtë do ta mbyllim. Çike, plasja thot tani sikur domethënë se do ta mbyllim. Sikur është bombë me sahat. 5 bomba ke këtu. 5 bomba, po është vështirë se un kam këto parametra gjykimi në kokë, seriozisht mos më shikoni mua nëpër panele ku kam mostra përpara, ku kam njerëz që s'kan as kriter. Atje un nuk jam un, ta dini. Atje un jam një njerëz që duhet t'i fyej, duhet t'i ofendoj, pse? Sepse ata njerëz nuk përfaqësojnë atë që du un kur janë televizion. Televizioni është edukus, televizioni ka një mision, familjen, edhe unë kam këtë bindje. Dhe prandaj them që tani unë po të heq një nga ju, po cilën do nga ju do kisha shumë qef, kaq i gjë do më inspironte. Pa dyshim. Ajo është gjë e bukur fare. Nuk është nudo, nuk është fotografi lakurësie, the ti? Se ka një lakurësie, ha? Është pikturë nudo artistike. Artistike, shiko, piktura është e gjë dhe fotografia është e gjë. Jo, pikturë artistike. Piktura është diçka me shumë layers, me shumë nivele, shtresa, ka brenda mendimin, ka brenda pjekurinë, ka brenda logjikën, ka brenda estetikën, domethënë një fotografi e një portreti që konsiderohet si art akoma në një farë mënyrë, me një fotografi ta bësh portret është shumë art brenda, nuk ka banalitet. Po dhe kjo fotografia nuk do thoya që është banale, qofse qëndrimi do jetë artistik. Pra unë, cilat dorë nga ju, do të ishte një kënaqësi kaq. Jeni të zgjedhur të gjashta. Me këtë ftesë për me këtë deklaratë gjithë përfshirëse. Po, vërtet. Në fakt ai gjithmonë vesh ngjyrën e zezë, po unë mendoj se ka shumë ngjyra brenda tij dhe ishte kënaqësia jonë që ta kishim pjesë tonën dhe shumë faleminderit që ndave pjesë nga ngjyrat e tua bashkë me ne. Unë e bëra me shumë dëshirë, seriozisht e bëra me dëshirë dhe siç e thash edhe në fillim të emisionit. Më emocionon fakti që jeni ju këtu, se ju sa do të këqijat jeni, keni diçka të mirë, keni diçka genuine që a dash gjykoj, nuk është se është këqija, po të me sigurt ishit këqija prap diçka më e pastër se sa të kishte një njeri nga brezi im. Edhe është kënaqësi e madhe, unë i bëj thirrje të gjithë njerëzve dhe një herë tjetër që të vinë këtu. Japin ca llogari këtu.
Ashtu them dhe nevojë unë. ekrani për Ashtu fytyra të them dhe reja. unë. Shumë faleminderit Robert, faleminderit dhe juve që na ndoqët dhe shihemi pas pak me një tjetër personazh shumë interesant. Paqem. Sot në Shizoner kemi një të ftuar shumë të veçantë, Rita Petro. Rita është një zë i fuqishëm i letërsisë shqiptare, i njohur për guximin e saj në trajtimin e temave të ndjeshme si vetmia, mungesa, dashuria, trupi, seksualiteti, humbja e të tjera. Në kuadrin e panairit të librit, ajo vjen për të na prezantuar librin e saj të ri, Poema e mungesës. Një vepër që na fton të reflektojmë mbi jetën, ndjenjat dhe botën që na rrethon. Rita, mirë se erdhe në Shizoner dhe jemi të nderuar të kemi pjesë tonën sot. Edhe unë jam shumë e gëzuar që jam me sysh. Se e ndjej veten që më rinoni dhe mua. Po Rita, si po duket këto kohë të fundit me ditët e fundit në fakt para se libri të dalë? Në fakt unë gjithmonë e kam krahasuar daljen e një libri që ai do kohën e vet që të bëhet. Dhe unë asnjëherë nuk kam nxituar që shkrova ta zëm 50 vargje dhe do të nxjerr libër se s'bën. Dhe gjithmonë librat e mi, që kur botova dhe romanin Lindur së Prapti, librat e mi kanë gjithmonë ata hapësirën e vet 4 vjet, 5 vjet nga njëri tjetri, dhe në fakt kam 5 vjet që e mbaj në kokë këtë libër, mungesën që ka qenë dhe reale, mungesa me kur humba partnerin, dhe që gjithmonë duke menduar, njëherë kam qenë shumë e idhëruar, ka pas momente që vërtet e kam gëzuar ditën, ose momente që kam menduar po prit se jeta është e bukur edhe kur ke një humbje, gjëra të tilla, ose jam përballur me sfidat e punës, të biznesit, të jetës së përditshme, të cilat i përballim dyshe. Ndërsa mua tash më duhet ti përball vet. Dhe të gjitha këto grumbulluan ke unë dhe u kthye në vargje, kështu që më pas doli ky libër, do ta nxirja që vitin e kaluar, e lash tash jo se ka nevojë akoma, se prandaj tash unë e krahasoj me lindjen e një fëmie që do atë 9 muaj se s'bën, maksimalja 7 muaj, minimalja 7 muaj, kështu që dhe ky libër donte atë kohën 5 vjet që të dilte, dhe që panairi i librit gjithmonë është një kufi për gjithë ne që shkruajmë, sepse është një kënaqësi që ti të vish në një panair dhe të nxjerrësh librin. Ndryshe, po mos kishim një kufi, mund ta mbaje librin shumë kohë në dorë. Po, Rita, na trego pak, ishte një moment specifik, një kujtim, një person që të shtyu të shkruash të libër? Jo, nuk unë e thash edhe pak më parë. Është ajo ndjesia e humbjes që patjetër më shtyu që ta bëj këtë libër. Po ky libër është edhe libër dashurie, është një dashuri e cila më tepër është në momentin që unë e kujtoj, por duke e kujtuar ajo vjen si një dashuri reale, sepse në fundit kujtimi ngjallet në momentin kur ne jemi duke treguar, ose ato momentet ju shikoni një video, shikoni një foto shumë bukur që keni patur me një të dashur, të cilin edhe me cilin mund t'jeni ndar. Dhe ju keni qef në moment të saktuara të kujtoni vetëm gjërat më të bukura. Dhe i kujtoni, vërtet i kujtoni me dhimbje. Në momentin që truri jot vetëm ato të kujton, nuk të kujton asnjë gjë të keq. Por ama ka momente që varet se si dhe je ndar, sepse kur ndahesh mirë të pëlqen që të kujtosh gjërat e bukura. Kur ndahesh keq thua jo, se nuk dua ta zbus veten, kam akoma inatin tim. Gjithsesi doja të thoja se çdo foto, çdo video që bëjmë i përket gjithmonë të kaluare. Edhe këto foto që bët juve në fillim fare ka ikur, pra janë çaste të ikura. Dhe tashmja ky moment që jemi duke folur është e tashmja dhe pikërisht për këtë gjë kam filozofuar në librin tim. Pra ti e bazuar më shumë në përjetimin tënd personal se sa mbi një reflektim që mund ta kesh ti për botën përreth. Më pëlqen pyetja, jam nisur, e thash edhe në përurimin e librit që ju ishit atje, jam nisur nga personalja dhe kam kaluar në atë gjë që secili e ndjen kur e lexon poemën, thot po dhe unë kështu e kam ndjer. E njëjta gjë më ka ndodhur dhe me romanin Lindur së Prapti, që e kanë pëlqyer shumë, e kanë lexuar shumë të rinj, sepse unë vërtet kam shkruar për kohën e komunizmit, por kam shkruar për gjitha mbresat që i mbajmë të fshehta që nga koha kur jemi të vegjël fare dhe deri në moshën tuaj ku edhe mbyllet romani, dhe aty janë vërtet gjëra mbresa që ne ndonjëherë gjykojmë vete dhe nuk i nxjerrim në sipërfaqe,
I mbajmë brenda vetes. Me shoqet, me shokët flasim gjërat më të sipërfaqshme. Mund të flasim një kujtim, çka ka bërë kjo shoqja, është lidhur me dikë, është ndarë me dikë, ka mbaruar shkollën, por kur vjen puna për të diskutuar disa ndjesi që i mbajmë shumë të fshehta brenda vetes, ne atyre ju ikim. Dhe ky libër unë e kam shkruar edhe për romanin Lindur së Prapti, unë dua që lexuesja t'i kthej syt nga vetvetja. Pra, nuk ka nevojë të lexoj se jetën e Ritës apo të një personazhi të caktuar, po të lexoj vetveten. Dhe vetëm atëherë ne si shkrimtarë arrim qëllimit kur e bëjmë lexuesin që lexojnë veten. Si e përshkruan Rita vetmin, si diçka tragjike, të nevojshme apo të pashmangshme? Unë i kam parë të dyja këto anë, e pashmangshme patjetër, ta nis nga fundi. Sepse është pjesë e jetës sonë, dhe në momente ti mund të jesh me shumë njerëz dhe në momente caktuara ti ndihesh vetëm. Përballë botës teknologjike, gjithë gjërave që kalojnë me një shpejtësi skëtere, përballë një ekrani ku ty të duket sikur je me gjithë botën, papritur ndihesh fare e vetmuar. Pra, e quaj të pashmangshme. A mund të ndihesh vetëm me librin? Jo, me librin asnjëherë. Me librin asnjëherë sepse njerëzit ndonjëherë, edhe të rinj, sidomos që nga adoleshentët e deri në moshën tuaj keni një shkëputje, është një shkëputje nga libri sepse ju tërheqin më shumë kënaqësitë e jetës, të cilat se ti je aktiv në kënaqësitë tua dhe të duket sikur libri të bën pasiv. Po ajo që më pyet e mua, pikërisht do thoja këtë gjë që libri të bën aktiv nëse ti vërtet ke zgjedhur një libër të mirë që të kthehen dhe thua, edhe mua më ka ndodhur ose gjeta një pyetje te ky libër se dëgjoj, jo të gjithë librat që botohen janë libra që juve mund t'ju shijojnë edhe mund t'ju mërzisin, nuk do të thotë gjë fare. Gjithmonë unë kam gjetur veten në këtë pikë pyetje dhe thoja sepse tashmë teknologjia ka bërë të mundur që neve të lexojmë librat edhe vetë nga telefoni. Dhe kam thënë, a është e njëjta gjë që ta lexosh një libër nga vetë telefoni apo të jep një tjetër ndryshim ajo era e librit, ajo faqja që kalohet? Po. Domethënë, a është vërtet ndryshimi nga libër apo telefon apo qëndron në njëjta gjë? Unë do të thoja që kur e lexon nga ekrani, dashta lexosh në libër, procesi i të lexuarit është i njëjti. Rëndësi ka që ti të jesh e vëmendshme në atë që lexon, sepse mund të kesh përpara ekranin dhe si e hiç e vëmendshme, mund të kesh librin letër dhe si e fare e vëmendshme. Kështu që unë përpiqem të eci dhe ti mendoj gjërat me hapin e kohës. Era e librit dhe gjithçka tjetër është një mënyrë sentimentale kur ne e mendojmë. Por kjo nuk do të thotë gjë, sepse të dyja mua mund të më japin kënaqësinë e leximit. Dhe libri letër unë shoh shumë të rinj kur jam jashtë, kur janë me pushime, kur ke hyrë në një tren, në një metro, shikon edhe me libër letër, edhe me ekran. Do të thonë njerëzit zgjedhin atë që unë mendoj që ndjehen më rahat me leximin. Po, ama mund të jetë një libër shumë i madh edhe ti nuk do që të ngarkohesh edhe e ke të gjitha në ekran. Ama personalisht, për shembull, marr me qenë se ne e kemi, është për mua është një arritje në thonjza dhe satisfaksioni që më jep momentin që unë e kam mbaruar një libër dhe e kam në dorë. Dizajnin. Po, është tjetër ndjesi. Se libra tani botohen dhe të bukur nga dizajni. Në dorë. Pra, kështu që unë vetë sinqerisht do i sugjeroja të gjithëve që të vazhdonin të lexonin librat libër dhe mos hynin më në telefon për të lexuar librat, sepse është vetëm moment që ne mund të heqim telefonin nga dora. Nuk jam aq që e ashpër në këtë drejtim, sepse edhe e-booku dhe kur e dëgjojmë një libër, të gjitha janë forma moderne që duan që edhe ai që nuk e ka këtë libër ose nuk e ka mundësi ta blej sepse librat tani kanë filluar dhe kushtojnë shumë për shkak të rritjes së çmimit të letrës, dhe ai ama me më pak para ai mund ta blejë dhe ta lexojë në ekran. Po prap them që është shumë e bukur ta kesh librin dorë, të kesh një bibliotekë të bukur, sepse pa bler disa libra ti nuk ke bibliotekë. Dhe ato fëmijët e vegjël që ja mbushin prindërit me libra të mrekullueshëm është një kënaqësi dhe unë për shkak se ju i keni arritur dhe librat e bukur. Po në kohën time më shumë kishte libra bardezi dhe i kemi ëndër. Unë kur i shikoj fëmijët e vegjël që janë të familjes tonë, është shumë bukur ato bibliotekat e mbushura me libra për fëmijë. Janë shumë bukur. Dhe me këtë mesazh që të mbushni bibliotekat tuaj, ne kalojmë në këngë dhe kthehemi pas pak. Për dashurinë. Për dashurinë që janë shkruar libra, për dashurinë që janë bërë luftra,
për dashurinë që ëngjëllin e bën djallë, për dashurinë që djallin e bën ëngjëll, për dashurinë që burrin e bën fëmijë, për dashurinë që fëmijën e bën burr, për dashurinë që vajzën e zhvirgjëron, për dashurinë që gruan e shenjtëron, për dashurinë që na çon në joshje, për dashurinë që nga joshja na mbron, për dashurinë që na fut në ndhe, për dashurinë që na ngrije mbi re, për dashurinë që na çliron, për dashurinë që na prangos, për dashurinë që na bën tradhtar, për dashurinë që na bën heronj, për dashurinë që na çarmatos, për dashurinë që na armatos, për dashurinë le të vdesim sot që të rilindim të dashuruar nesër. Bravo. Dhe me këto vargje jemi në She's on Air në Top Albania Radio, në 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Jemi me Rita Petron dhe mund të them që unë momentalisht po dridhem. Kjo është tjetër emocion. Ju pëlqejnë ato të kundërt, atë se dashuria I ka të dy anët. Kur të kam dëgjuar personalisht që ishim në promovimin tënd të librit bashkë me Enxhen, se ne njihemi tashmë, u prezantuam. Thjesht më është rënqetur mishi ndërkohë që po e recitoje dhe më ka pëlqyer vërtet shumë. Më vjen shumë mirë. Edhe sa po ndolli ajo që the Rita që kur lexohen këto vargje, po përfshihesh edhe ti shef figurën e një personi në momentin që po lexohen këto vargje edhe më vjen mirë që keni parë se cila e pat nga një person, se cila e kishte nga një person, më vjen mirë. Pari kujtesë. Ti Livia, çike këto këpesot. Jo, u emocionova sepse janë ato të kundërtat që të bëjnë me reflektu shumë. Sigurisht janë edhe pjesa kur përmendet grua, kur përmendet një burr që bëhet fëmijë dhe një fëmijë që bëhet burr edhe mendoj shumë gjëra. Mendoj se të gjithë mund ta gjejnë veten. Absolutisht po, edhe u emocionova shumë. Shumë realisht nuk e din nëse u vure në ndonjë moment që më dridhej zëri dhe Rita shkruan tekste këngësh ti. E kam shkruar diku. Jo, unë nuk kam shkruar. Në fakt I kanë marrë të dyja tekstet e këngëve. Që kanë bërë më shumë buj është nëse në natën vit të futem në shtrat që e ka kënduar Rovena Dilo, po juve rrezik nuk e di se kur keni lindur, po ajo ka qenë në vitin 1993. Jo më koç të pyes, po nga që unë vetë këndoj. Po ajo mbajt mend. Dhe jam shumë pro artit edhe këngëve që të kur janë tekstet e bukura. Po ajo ka qenë kënga e parë që është përmendur shtrati në një tekst këngë, se ishte akoma 1993. Edhe më thanë ato redaktorët atje dëgjoj hiqe këtë fjalën shtrata se nuk ishte pak tabu në atë se kohë. Po ishte tabu, po I thashë po që fjalën shtrati, thash ku të shkoj ajo, I thashë se gjithë poezia kishte lidhje me shtratin dhe është edhe kënga 5 fustane dhe adhuruesit, po ju mund t'i keni dëgjuar tani edhe te netët magjike, domethënë që këndohen përsëri, në atë kohë ka kënduar Edina Tili, një gotë shumë e bukur me Floka Çorela, edhe ishte kënga e parë që u bë me performancë, ajo u vesh si çun para pasqyrës me një balerin dhe tani duhet të ndronte fustanet, fustani I kuq, fustani I jeshin, fustani I bardh, fustani I zi dhe kur më pyesin tani që u bë me 5 fustane që I thash unë 5 atëherë në fakt mund të kemi pas më pak se 5, tani kemi aq shumë sa humbim. Po më e rëndësishme nga të gjithë ishte sepse personazhi I kësaj poezie thot në fund që unë doja të luaja mend djemt kur shkoja në një ballo, po më duket se po luaj vet nga mend, se është ai momenti juaj para pasqyrës që tani do I çmend të gjithë, edhe ndonjëherë në vend që të ngjash bukur, mund të ngjash edhe më keq. Është vërtet, ne. Edhe mund të ngjash më bukur, mund të kesh gjatur në mëngjes se sa kur ti je zbukuruar, je rregulluar. Ose si e ke bërë ti në mendje, nuk do dali kurrë dhe nuk të del aq shumë. Ja dhe me goca, sa kanale të bukura keni dal. Sa qef. Gocat e bukura. Dhe me këtë foto unë doja të rikthesha pak te poema dhe më bëri përshtypje një pjesë e saj dhe doja të dija se çfarë simbolizon ylli që shuhet pa emër. Unë kam bërë një paralele midis një njeriu që ikën dhe një ylli që shuhet pa emër, është një lloj dhimbje, ikja se në përgjithësi ikja e njerëzve të cilët janë shumë të famshëm, shumë të njohur, përmendet shpesh. Dhe njerëzit janë shumë të fokusuar, po ka njerëz të cilët nuk kanë bërë ndonjë emër të madh dhe e kanë përqendruar dhimbjen pikërisht te njerëzit pa emër të madh
dhe që e kam quajtur dhimbja akoma më të madhe. Kjo ka qenë. Se dhe tani kur e kujtoj më prekem. Rita, po vetmia, vetmia e një populli të vogël përballë një pushteti të madh, çfarë përfaqëson? Ajo pastaj na fut në një bisedë që mbase nuk është shumë e këndshme edhe për ju, por ne të gjithë jetojmë në këtë vend dhe e dim shumë mirë se sa e dhimbshme është kur ti shpirti i një populli shmanget nga politika. Do me thënë, mund të bëhen shumë gjëra të cilat duken jashtë, mund të lyhen shumë mure, mund të duken shumë gjëra që ndërtohet, çfarë nuk ndërtohet. Por nuk të prekin këto gjëra në shpirt. Dhe njerëzit kanë shumë nevojë dhe për lider shpirtëror. Nuk kanë nevojë vetëm për lider, të cilët vetëm për që bëjnë politikë. Kur ndjesh më shumë vetvetja, kur shkruan, kur hesht apo kur dashuron? Në të gjitha. Hesht, kur më vjen të hesht, kur dashuroj. Më shumë kur jam e frymzuar, nuk kam momente të caktuara, po që normal dashuria për mua është pjesa më e rëndësishme, është udhërofyse, dhe që nuk do ta ndroja me asgjë tjetër, sepse është diçka që më udhëheq edhe në punën time, më udhëheq në marrëdhënie me të tjerët, në komunikim dhe në artin tim patjetër. Rita, gjatë shkrimit të poemit Mungesa, ke qajt ndonjëherë? Po jam përlotur, momente që kanë qenë tralla, sepse unë në përgjithësi muzikën e kam shoqëruesen time më të madhe. Ndryshon muzika që vë në mëngjes, gjatë ditës, kur shkruaj apo natën. Dhe në momente caktuar kur kam ndier atë, Mungesa më është bërë shumë e gjallë, se e kam ndier pranin pothuajse të gjallë pranë vetes time me muzikën, sepse ne e kishim zakon që në mbrëmje ndanim një gotë whisky me njëri tjetrin, ndanim një puro, ishin momente shumë romantike, kështu që këto më kanë bërë të përlotem. Cila është kënga që ta kujton për herë dhe të duket sikur është është aty prezent me ty? Kur kemi rënë në dashuri, kam qenë në makinën e të dashurit tim që u bë më pas partneri im dhe ishte një këngë ka qenë shumë e bukur, You Are Crazy, do me thënë crazy. Titulli është tamam crazy, dhe që donte të tregonte që je crazy, prandaj të dua. Shumë bukur. Pastaj është edhe kënga You Are My Man, që është e Cohen, Leonard Cohen, që ka qenë gjithmonë që na ka shoqëruar, sepse ai kishte të gjitha cilësitë e atij personazhi lirik, të atij teksti që ti je gjendur, pra është një tekst shumë i bukur, mendoj që edhe juve duhet ta dini, që nëse do të bësh shoferin për ty do ta bëj, nëse do të bësh boksierin për ty do dal në ring edhe do ta bëj, nëse do të bëj babain e fëmijës tënd do ta bëj, nëse do që unë të hiki do hiki pa zhurmë, nëse do që t'jem gjithkohon aty pranë teje unë do ri, nëse do të lutem të ulem në gjunjë, të lutem, do me thënë janë gjëra shumë bukura të cilat mendoj se partneri imi ka patur. Unë tash po bëj një krahasim shumë të madh me kohët e moderne, në krahasim me kohët që ishin atëherë, fjalë kaq të forta, kaq të ndjera, domethënë janë tekste shumë të ndjera dhe unë këshilloj gjithmonë të rinjt kur më ftojnë në përshkolla dhe gjithandej them lexoni, sikur nëse nuk doni të lexoni libra me poezi, merrni dhe përktheni tekstet e baladave të rockut, që janë tekste shumë moderne, dhe tekstet e këtyre këngëtarëve të mëdhenj, se janë tekste me vërtet që shkojnë aq shumë në harmoni me muzikën, dhe kur teksti shkon në harmoni me muzikën, vërtet të bën shumë për vete. Melankolia është një gjë shumë e bukur, por e thash edhe në përurim që jo të zaptoj jetën e njeriut, sepse njeriu duhet të jetë dhe një çik me këmbë në tokë, se kur të zapton melankolia nuk të çon, nuk të bën të fortë, nuk të çon përpara, po të gëzosh momentet e sentimentalizmit është gjithmonë shumë bukur. Rita, edhe unë shkruaj natën, sidomos në këto momentet melankonike më pëlqen shumë. Unë jam rritur në Itali, kështu që shkrimin e kam shumë më të thjeshtë dhe më të rrjedhshëm në italisht. Por kohë të fundit që kur jam në Shqipëri përpiqem shumë të shkruaj në shqip. Si me siguri të vjen një fjalë do të thoja, e cila në gjuhën e nënës e ke, pasaj janë disa fjalë që janë specifike që besoj që të vinë më kollaj në gjuhën e nënës apo ja. Po justifikojmë pak edhe për pyetjen, as të drejt për pjesën a ke çaj, sepse unë sidomos kur çaj janë ata momente që nxjerr pak më shumë nga vetja.
janë vargjet që shkruaj me ma ndjesi, aty shfryj me shkrimin. Kështu që për këtë Shikoj, jo, unë e kuptova që pyetja ishte drejt për drejt dhe mua ma bëjnë shpesh të pyetje sepse në përgjithësi nuk më kanë parë në televizor duke qarë. Ka shumë njerëz që qajnë dhe nuk ka asnjë gjë të keqe, të mbushësh syt me lotë, është gjë e bukur, po nuk hyke njerëzit që sidomos kur jam në media, nuk ose kur jam me të tjerë. Domethënë mallëngjimin e kam diçka që po, shumë të thellë, shumë personale, po. Nuk mund të them asnjëherë kur, që nuk do të asnjëherë kur. Po e kam shumë të rëndë, mbushjen e syve me lotë e kam të rëndë. Tani bashkë do kalojmë në këngë dhe do kthehemi pas pak. Po. Dhe jemi këtu në studio me Rita Petro në She's On Air në Top Albania Radio. Rita, dua të di kur ke qeshur me shpirt për herë të fundit? Unë përgjithsisht qesh, jam një natyrë që qesh. Po që nuk është se kam ndonjë kujtim, në përgjithësi në mbrëmjet që bëjmë, sepse shoqërohem shumë edhe me trinjin, me trinjtë e familjes, në përgjithësi pikërisht në këto lloj mbrëmjesh qesh. Mund të ketë kaluar 1 muaj, 2 muaj. A ka momente kur ke nevojë të qash, por nuk e më lot? Jo, e qara nuk është pjesë fare kjo. Ose që të më kenë mbaruar lotët, nuk ka. E thash edhe pak më parë, nuk është se është pjesa imja, pjesa e të qarë. Më shumë te pjesa e të qeshurës. Po. Qeshurën e bëj edhe me lot. Do me thënë, qeshurën e bëj me lot. Ndërsa të qarën nuk e kam me lot të qarë. Rita, por një nga kujtimet më të bukura të rinisë tënde, cili mund të jetë? Kur kam qenë si juve, kam pas qef një djalë dhe ai kalonte ishte sportist, sepse shtëpia ime, apartamenti im te rruga e Kavajës ka qenë ngjitur me klubin 17 Ndori. Dhe atje mblidheshim me të gjitha mikeshat e mia, sepse balkoni binte trotuari ku kalonin sportistët dhe normal në atë kohë vajzat i kishin shumë qef, në vajzat e reja sportistët për trupat e për atë që manifestonin, ishin të njohur. Dhe rinim atje, mësonim, kisha mësuar orën kur do kalonte, kisha mësuar orën kur do kthehej. Dhe pastaj mbasi e kisha mësuar këtë gjë, i dal një ditë përballë. Dhe them, do të thënë, unë kisha marrë drejtimin për të shkuar andej nga bulevardi, nga banka, ndërsa ai po kthej. Thash, ua, kam marruar diçka në shtëpi dhe i flas. Edhe më flas, se normal e shite që unë e pëlqeja. Thash, më duhet të kthehem prapë në shtëpi. Thash, o sa mirë tha, se kemi rrugën bashkë. Rita, mund të mirë, po kam qenë e guximshme kështu, kam qenë ti djaloshit. Ja, as më. Më si ti krijoj un problem. Unë madje, jo vetëm i martuar, po gjyshe kush e di sa. Ju nuk krijuat një marrëdhënie, thjesht ti e kishe që ashtu erdhën rrethanat. Një marrëdhënie mbasi e shkurtër erdhën rrethanat, po që unë i kam shkruar këto te personazhi i librit Lindur së Prapti dhe aty personazhi është një vajzë, si gjithë ma kanë thënë, si ka mundësi kjo vajzë i merr gjërat jo lehtë, po i merr gjërat që kështu është. Një mund të jesh me njëri që do, pastaj mund mos jesh më. Do të thënë i merr gjërat shumë, po të mirë qëndra dhe i pranon gjërat që ashtu janë. Kështu që unë nuk kam vuajtur ndonjëherë që mbasi jam martuar të vuaj humbjen e madhe. Do të thënë, e kam ushqy veten që mos i vuaj këto humbjet e dashurisë. Pranosh rrugën e jetës. Po, bravo. Po, meqense folem pak për dashuri, si do ta përkufizoje sot, si një dhuratë, si një barr apo diçka që të mban gjallë? Shiko, ka njerëz që e quajnë barr dhe ikin nga frika. Ka njerëz që ju duket sikur dashuria do t'i fusin në ndhe. Ato që lexuan bargjet pak më parë. Po nga ana tjetër dashuria të ngrehet mbire. Tash sa i fortë je ti përballosh këtë situatë në cilën të vë dashuria, se dashuria dhe të çliron dhe të prangos. Kur kam qenë moshën tuaj, kam shkruar një poezi e cila thoshte: "Ndihmo o Zot të kuptoj. Kjo dashuri po mi heq prangat apo prangat po mi vë." Do me thonë, mi vë përsëri. Të dyja i ka dashuria, por do të thoja që prap ai emocion që të sjell, sepse është një emocion që nuk është se zgjat shumë, ai është një emocion që zgjat në një kohë të shkurtër,
por ti pastaj, mbasi kalon kjo kohë e shkurtër emocionale, e kupton që e do me vërtet të njeri, apo ka qenë thjesht një emocion. Dhe kur ti e kupton që e do dhe ai të do, atëherë jeta ti mund të vazhdosh si partner jete aq sa ju të dy do ndjeni mirë me njëri tjetrin dhe ju i keni gjitha këto mundësitë. Sepse ne kemi pasur një gjë që me atë që do lidheshe, me atë do vdisje. Dhe ne ndonjëherë njerëzit tregonin te Barsaleta që thoni pse me këtë divan që kam bler, pra me këtë do vdesim me të njëjtin divan. Kështu që çfarë do ishte ka pasur nga këto. Çfarë do ishte një këshill që do t'i jepje të rinjve sot, sepse kohët e fundit flasin një herë, është bërë shumë e vështirë që të dashurojnë dhe të arrijnë të krijojnë apo të ta shijojnë dashurinë në thelbin e tyre. Shiko, është koha që au ka sjell këtë gjë. Ju jeni më të lirë, keni mundësi që të njihni njerëz gjatë rrugës tuaj dhe që jeni bërë, vajzat janë bërë edhe më të guximshme se ç'kan qenë dikur. Ndonjëherë vajzat i mbizotërojnë, mos e fjalën e huaj dominojnë, po i mbizotërojnë. Pra po thua se fajin e kemi ne. Dhe un kam shoqe të mia të ngushta që kanë çuna, jo vajza, dhe thonë jo, ma ato ankojnë për vajzat. I tha, unë si vjen koha, në vend që të ankohen, do me thënë për vajzat në raport me djemtë e tyre. Si ka ardhur koha, do me thënë që mamate çunave ankohen në një kohë kur mamate vajzave unë e kam shumë siklet vajzën time. Shiko, rëndësi ka t'jesh i lirë dhe t'jesh i sinqert me atë që bën, sepse në çdo kohë ty mund të dali dikush rrugës shumë interesant, sidomos kur je një njeri që siç jeni ju punoni në media, do me thonë i keni takimet me njerëz shumë të shpeshta, sesa një vajzë ose një grua e cila është më e mbyllur. Shanset e saj janë më të vogla. Dhe aty duket forcia juaj. Kur shanset më të mëdha për të njohur i keni shumë më të mëdha dhe ama nuk mundet t'i prishet jeta e njeriu për një tek. Njeriu mund të vendosi të ndahet, jo për tek, jo se dikush që ka më i pasur se dikush tjetër, jo se dikush i pas ka syt boqelli edhe ai tjetri i ka kafe, i ka të mërzitshme se ti me atë ke rënë, në dashuri me atë je. Pra nuk mund ta ndryshosh dhe ta presësh një marrëdhënie për një tek apo për disa përfitime çasti. A ke pasur ndonjëherë frikë të dashurosh sërish? Nga frika se ndoshta ajo dashuria që ke për partnerin të ndjer mund të zvendësonte. Jo. Frika as te Rita si person dhe as te Rita si personazh në librat e mi nuk ka ekzistuar me të vërtetë asnjëherë, sepse ajo që ka ndodhur dhe s'ka lidhje se ne e marrim, e mbartim kaluarën me vete dhe pastaj ja nxjerrim gjithë mosbesimin ton, ja nxjerrim dikujt tjetër. Dhe kjo nuk është një gjë pozitive, dhe s'duhet për mendimin tim s'duhet bërë asnjëherë. Ajo është një lloj sikur unë sot nuk më mungon partneri im dhe atë që kisha me të duhet ta kërkoj patjetër tek dikush. Absolutisht. Njerëzit kanë është Rita Petra e dashuruar sot? Unë gjithmonë jam e dashuruar. Gjithmonë jam. E kam sepse e kam brenda vetes dashurin. Me kë je gjithmonë e dashuruar? E ke si person konkret. Jo, person konkret jo, nuk mund të them, nuk mund të them, po mund të them këtë gjë që brenda vetes time jam. Është tjetër në jetën tënde? Brenda ka miq special në jetën time. Jo, mashkull partner në jetën time, jo. Ja. Okej, dhe me këtë mik special që më pëlqeu shumë si tingëllonta, ne kalojmë në publicitet dhe kthehemi pas pak. Si perëndimet blu në planetin Mars, blu shndruan perëndimet e diellit pa ty. Bluja mbiu në vend të së gjelbrës, te bari e pemët. Blu gjaku im, jo për fisnikëris, po për hidhërime. Blu ujë, blu gjithçka. Fillova ta vuaja nga daltonizmi dhe shquaja veç blun, deri atë ditë, kur ylberi blun e shpërbeu në cian dhe në vjollcën e Newtonit. Pastaj u shfaqe kuqja, që mu shpërbeu përpara syve në portokalli, të verdhë e jeshile. Spektri i jetës, mendova, dhe me sëreve gri, buzëqeshja jote e bardhë. Bukur. Më keni dhënë kaq shumë sot. Shiko, unë do
do e lexoj, realisht do ta lexoj Dhe se unë do të ta lexoj. sepse vërtet e gjej shumë veten vetëm në kaq sa unë lexova dhe besoj se është domethënë do më liroj shumë emocione dhe do më mbushë me më Se shumë ke pasur të tjera. të madhe, humbje të shtrenjtë dhe Po besoj se të gjithë duhet buzëqeshim sepse dhe ata janë më të lumtur kur na shohin të buzëqeshur. Unë e them gjithmonë që gjithmonë duhet ta mendojmë që kanë ikur dhe kanë lënë pas frymëzim, na kanë lënë shumë dashuri. Është vërtet. Dhe shumë frymëzim. Dhe po ta mendojmë kështu, do buzëqeshim edhe. Po, në fakt unë përballem shumë shpesh me pyetjen, je shumë e fortë, si a del, domethënë ty sikur sa i thash, shiko, mendoj se në disa momente është ai ti duhet buzëqeshësh, jo vetëm për veten tënde, jo vetëm për njerëzit që ty të rrethojnë, po sepse dhe ai person që ka hikur, ka dashur gjithmonë që ti jesh i qeshur. Dhe me këtë melankolinë tonë, unë në fakt tani doja të futesha pak në një tjetër pjesë. Engji ka thënë para ca kohësh është drejtuar për librat gjatë pushimeve verore, pra në plazh, si trend. Pra, po merren më shumë si një trend, pra si e tha Engji, aksesor apo vërtet po lexohen. Si e ke gjykuar ti Rita se ajo komentua kudo dhe Engjin e kryzuan? Jo, dhe mua më erdhi keq, unë madje vura buzën në gaz, më kanë pyetur dhe mua në disa intervista dhe unë e shoh si thua një lloj siç ka monedha dy anë, që njëra anë të lidh me mos leximin e të rinjve, po ana tjetër të lidh me një sinqeritet të manitës, do ta quaj. Sa çfarë ne po përballemi për ditë. Po përballemi dhe mendoj që fjalët që ka thënë Engji normalisht i kanë bërë të skuqen ato që vërtet e përdorin librin për aksesor. Ose dalin në televizor dhe mund të jenë influencer dhe që pa i lexuar librin fare, lexojnë vetëm 3-4 fjalë se njeriu duket më njëherë kur e lexon librin dhe kur nuk e lexon. Dhe edhe kjo nuk shkon, kështu që mua më erdhi mirë që pata në për urimin e librit, edhe dy vajzat Engjin, edhe që ju pata atje dhe ishte vërtet shumë kënaqësi dhe pata shumë të rinj, madje edhe nga njerëzit të cilët janë shumë të pranishëm në rrjetet sociale. Dhe e vura re me sa dëshirë ata erdhën edhe morën librin edhe filluan të më tregonin edhe sa kishin lexuar. Do të thotë që nuk duhet t'i gjykojmë shumë të rinj. Ne që shkruajmë duhet jemi të kujdesshëm që të prekim paktën autor shqiptar. Ne si Shtëpi Botuese Albas kemi autor shqiptar shumë të mirë dhe unë ju ftoj të vini në panajirin e librit, sepse duke lexuar autor të rinj, ju gjeni edhe veten tuaj te këta autor të rinj. Dhe ama edhe vetes i themi gjithmonë, dhe ata që shkruajnë, që dëgjom, mos bëni thjesht, mos tregoni një histori, bëheni lexuesin dhe sidomos të rinj t'i afrojmë me librin, me libra interesant. Dhe unë prandaj kam gul gjithmonë dhe librat klasik janë të jashtëzakonshëm që duhet të lexohen, sepse atje gjehen shumë pyetje, shumë dilema të jetës sonë të përditshme. Kështu që pse mos jemi të gjithë, besoj të gjithë e keni lexuar Pipi çorape gjatën. Kush nuk do donte nga juve vajza që t'ishte si Pipi me atë rebelizmin e vet, që i bënte edhe çunat kishin frikë. Kështu që ato personazhe nuk janë kot. Mendoj janë shkruar kush e disa vite përpara dhe janë në atë kohë janë ndaluar, janë gjykuar, po prap njerëzit i kanë përqafuar dhe vazhdojnë edhe sot e kësaj dite të quhen nga librat më të mirë, Tom Sawyeri, Pipi Kacelun, nga Peter Pani që s'donte të ritej. Janë personazhe që dhe sot ju mund t'i lexoni me një kënaqësi të madhe, ëh. Besoj se është edhe më bukur tash kur je i rritur. Kur je më i rritur, edhe sepse janë libra ato quhen një klasikër, quhen libra dhe për të rritur, ëh. Ndërsa për në verë do të këshilloja, ne kemi një libër shumë interesant, Vera ime pa të dashur. Dhe kur t'ja u tregosh gjithve vitin tjetër në verë, thua e kam lexuar të gjithë, madje edhe dua nga këto lloj libra interesant që më shkojnë drejt te shpirti im. Të premtoj që sa të shkoj te panajiri i librit, se do shkoj se s'bën, ky është nga libra që unë do blej. Po do lexosh në verë. Në verë do lexosh. Po në dimër do lexosh librin tim Lindër së prapë. Patjetër, do t'i blej të dy. Edhe pastaj do diskutojmë bashkë. Të dy do i kërkojmë përmbajtjen pastaj Engjit.
Unë mendoj se të gjithë ne vajzat kanë një pipi çorape gjata brenda vetes dhe djemt nga një Peter Pan. Dhe ne me këtë pipi çorape gjatën që kemi vendosur të vëmë pak në siklet sot me një pyetësor. Prap me pyetësor. E kemi pak në nota rebelizmi, mund t'i quajmë. Do të them po jo. Po, ti do përgjigjesh pastaj si të vjen ty më natyrshëm. Jo, kam fjalë që është shumë pyetje që duhet përgjigjem shpejt apo jo. Sa rëndësi ka për ty pasioni fizik krahas dashurisë emocionale? Filluam pyetjet të Filluam. Sa rëndësi ka për ty pasioni fizik kundrejt asaj dashurisë emocionale? Ka gjithmonë rëndësi. Nuk e kam dar asnjëherë në jetën time. Pavarësisht se ka njerëz të cilët duhen edhe pa patur kontakt fizik, po unë do të thoja që te mua s'ka ndodhur asnjëherë kjo, atë që e kam quajtur të dashurin tim ka qenë një gjë jashtëzakonisht e rëndësishme për të patur një seks të bukur dhe për të patur dhe kur harmonizohet seksi me shpirtin, për mua është kënaqësia më e madhe sublime që na ka falur Zoti, na ka falur natyra dhe duhet ta shijojmë në këtë jetë. Dhe a mendon që pasioni dhe intimiteti mund të jenë po aq të fortë në çdo moshë? Po, në çdo moshë ne na gjykojnë edhe në moshën tonë, normal te ju janë hormonet që lulëzojnë në zhvillim, un kam ja dy vargje atje që them gëzojeni rinin, ju gëzojeni sa më shumë dhe mos na dëgjoni ne që ju themi, do t'ju vi dhe juve plake. Absolutisht, unë nuk e vë asnjëherë një të ri në këtë pozicion, sepse as veten time nuk e vë në këtë moshë, po them gjithmonë gëzojeni sa më shumë dhe mos e vrisni shumë mendjen për ne. Cili është sekreti yt për ta ruajtur një marrëdhënie intime të gjatë, domethënë pavarësisht moshës? E ke fjalën marrëdhënie intime, marrëdhënie mes partnerësh apo intime me pasion? Të mbetet pasioni pavarësisht moshës. Nëse do flasim për marrëdhënie të gjatë mes partnerësh, mendoj se liria, respektimi i lirisë dhe i pasionit që ka secili. Dërsa në lidhjen intime, unë gjithmonë kur shkon në një lidhje e gjatë, mund të jesh i ri, mund të jesh në një moshë më të madhe, lidhja e gjatë mbahet duke ndryshuar mjedise, duke u parë sy më sy, duke pirë një gotë verë së bashku, duke bërë disa gjëra të cilat jo bardhëzi. Cila është gjëja më e çuditshme që ke bërë për dashuri? Që sa të kur kujton habitesh me veten. Çfarë të them tani? I kam kapërcyer ato kufit kur ishin vitet më të vështira të shqiptarëve. Ka qenë viti 98, 2000, 2001, 2002. Shqipëria ikte vinte pas 97-s që të grabisnin në rrugë, e të kapnin, e të dhunonin, çfarë nuk ndodhte, nuk ekzistonte shteti si duhet. Ishte koha kur filloi lufta e Kosovës, lufta e Maqedoni, dhe ne kemi pasur dashuri në kohën e kolerës dhe unë i kam kapërcyer çdo 2 javë ato kufi. Rita, a mendon se dashuria ka moshë dhe a ke pasur ti një partner më të ri se vetja? Këtu më ke zënë gusht, do t'ju themi që shumë bukur. Se unë gjithmonë e ka pasën vajzës time, po ti si ka mundësi, do me thënë, ose më të ri, ose mosha jote. Janë shumë mërzitshëm, janë borik, moshë madhe. Pavarësisht se tani e ka me një lloj diferencë normale të shoqin e vet, që unë i them të dashurit, thot po në fundit e kam burr, nuk e kam dashur, për çel fjala e dashurit më shumë se sa burri, bashorti. Ti vetë çfarë mendimi ke për këtë? Dhe unë në një moment caktuar i thoja, nuk ka gjë më të mirë që të jetë më i madh në moshë. Edhe më thamu, e di ti sa vjeç je? Kaq, thash unë. Në atë ku isha 60, sa kisha mbushur 60. E di si sa duhet të jetë ai, tha, po të kesh ti një tani tjetër. Kështu që ishte shumë për të qeshur. I thash, jo, këtë gjë nuk e kam menduar. Ka shumë gra të cilat për të ndjerë të lira lidhen me partner të ri, unë nuk i gjykoj fare dhe mendoj se kur është dashuria e vërtet, nuk ka rëndësi. Shumë madhe mosha, kur është vërtet ke rënd dashuri. Po ta kesh si qëllim që unë duhet lidhem, janë disa gra që e kanë edhe si qëllim, ose burra, që unë vetëm që të ndihem i ri, ose kanë një pushtet paraj, ose diçka tjetër dhe duan pa tjetër. Vajza treja, që t'i vejnë gishtin dhe ato do shkojnë se s'bën, por nga ana tjetër ka dhe gra që thonë që të ndjehem e re, duhet ta kem, pra e kam qëllim në vetvete, duhet shkoj me një të ri. Këto te mus kanë ekzistuar kur, unë mendoj që
Dashuria i ka përsen gjitha këto lloj kufish. Rita, ti ke qenë pjesë e Goca dhe Gra. Doja të pyesja pak sa i ke ndjekur, a ke ndonjë të preferuar, a të mungon të jesh pjesë e Goca dhe Gra? Unë ndjek kaq, domethënë sa kam mundësi të ndjek, se ndonjëherë më ndodh që ri dhe deri vonë në punë. Normal, ajo është kthyer në një, më vjen mirë që është kthyer në një emision që ndiqet shumë. Jo se mua më mungon, sepse mua më kanë vlerësuar shumë edhe organizatorët, edhe më kanë propozuar edhe më pas, por për shkak të angazhimeve me të vërtetë të shumta nuk kam mundur që të shkoj më, por patjetër që e vlerësoj sinqeritetin e vajzave, vlerësoj kush është e preferuara e jashtme të tyre, po tani që normal më afër meje dhe nga mënyra si kemi jetu dhe sa kemi përballu jetën është tema, po me të vërtet ato vajzat i kam edhe kur ishte Egla i kam vlerësuar, e vlerësoj Rudinën, e vlerësoj Rozanën, i vlerësoj patjetër që i vlerësoj dhe është një kënaqësi kur i ndjek. Faleminderit shumë Rita për këtë bisedë kaq të ndjerë dhe të hapur me ne. Ishte kënaqësia jonë të kishim pjesë tonën dhe unë do ta shfrytëzoja këtë moment që të bëja një thirrje për gjithë të rinj që të bashkohen në panairin e librit dhe në fakt doja ta mbyllja këtë herë me një mesazh që ti mund t'i japësh të gjithë të rinjve që ndjekin She's on Air për librin në vetveten e tij. Ne i përmendëm disa personazhe shumë interesant që i kemi nga fëminia. Unë do thoja lexoni libra sepse menjëherë dallohet njeriu i cili e ka kulturën e librit dhe ajo do t'ju shërbejë edhe në jetën tuaj. Të përdorësh sa metafora të bukura, sa epitete të bukura, do t'ju bëjë që t'ju dua në rrethin tuaj, do t'ju bëjë të keni një të dashur më të mirë se sa po t'jeni të palexuara. Ja u them me sinqeritet këtë gjë, mund të gjeni një punë më të mirë po t'jeni të lexuara, kështu që ky është mesazhi që Rita, shumë faleminderit. Faleminderit e kam shijuar pafund. Edhe unë me juve të gjitha. Pafund me ju. Ishte shumë kënaqësi dhe bashkë do shihemi herën tjetër. Ju puthim fort. Mirupafshim.